domethënë është garanci në gjykata kushtetuese, sistemi jonë është i betonuar. Nëse konstituimi i kuvendit është në veto, ka veto, një subjekt. A di çfarë është edhemshme? Edhemshme është se i na fut këtë në një seancë, pra këtë publik Kosovës është një seancë të fol për diçka që janë shumë e qartë. Pra, as kam pas nevojë për gjykimin e para-prak, as për ato tjetrin, as për këtë. Që për javë lexoj në 12, vish në ngut dëgjues. Shikus të juve. Neni 12 rregullores që e ka aprovu lëvizja vetëvendosje në 2023 thotë. Zgjedhja në nënkrytarëve të kuvendit, në nënkrytarët të kuvendit zgjedhen me shumicë të votat gjithë deputetëve të kuvendit të Kosovës. Që i bie duhet me 161. Paragrafi 5. Seanca konstitutive përfundon kur zgjedhen në nënkrytarët. Paragrafi 6 në pika 1. Kandidatët për nënkrytarët të kuvendit nga radhët e komunitetit serb thotë. I propozohen nga shumica e deputetëve të këtij komuniteti. Kandidatët për nënkrytar nga radhët e deputetëve të komunitetit tjerë, nga ata do më është zgjedhur, se më duhet me thonë edhe një fjali. Në qoftë se thotë komuniteti serb nuk i propozon, pavarësisht se ka emrin partia politike, atëherë thotë shkohet me shart, ku thuhet? Në paragrafin 7 e lexojmë, në rast se të mos propozimit të kandidatëve, sipas paragrafit 6 të neni, propozimi i kandidatëve bëhet me shart në praninë të deputetëve përkatës. Ç'a i bën? A det kur ka desh me bom Dim Albosh ata kanë dalë për jashtë. Dhe ka kriju shkelje. Mos më ndërprej. Se është e ka bërë shkelje. Përkohë kjo procedurë administrohet nga kryetari i kuvendit. Pra Dim Albosh atë të shkelje kushtetutën, lista serbe sot është fituese dhe kjo është mirë edhe për Kosovën, sepse kjo republik i garanton të drejtën e komunitetit serb të ushtrojë kërkesa. Pra, i bie që nëse janë 9 deputet të listës serbe, 4 ose 5 nuk duan ta propozojnë, apo kështu po me short bëhet. Shkojnë me short deri tek Nenad Rashiqi. Nëse janë ata aty në soll. Nëse janë në soll, nëse dolin në shkelje. Unë kam a di çfarë do? Nëse kemi redi Romën me thirr Vučićin më thosh ti me ata në kuvend. Nëse kemi një pyetje, nëse kemi një situatë që ka rregulluar lëvizja vetëvendosje, ka rregulluar çit procedurë. Që e mbrun ti, nuk e ka rregulluar ne. Prandaj duhet me e zbatu. Rregullorus ndrus. Prit. Kur s'funksionon diçka ndrua, çish me Kosovën e ka qit, gjykata kushtetuese e ka qit edhe një herë Terezi. Pra mund të shkatojë shumë probleme. E ka qit Terezi, po deputetët, po dhe të opozitë. Ma dëgjoj pyetjen si gjithmonë i kam të mëshura pyetjet, të garantoj. Çka nëse 10 deputetët, çka nëse 10 deputetët janë nga lista serbe, nuk kemi. Janë nga një subjekt. Çish do të quhet ky subjekt? Dhe ky subjekt vendos ta refuzoj nominimin për nënkryetarin. Ç'a ndodh? Nuk, atëherë duhet me mjete politike. Ata në këtë mënyrë ata mund ta bllokojnë konstituimin e kuvendit në një radhë tjetër. Pra, e kam mësu, sepse shumica e bëri këtë. Nuk ja u votoj për herë por, mas 18 vjetëve, dhe tash mundin mu lasdru ata në të ardhmen. Ja, s'mundin mu lasdru, jo. Po, ato shumë pyetja logjike. Ata mundin të shkruajnë mujna mi mojtë zgjedhjet, edhe një herë, o Krenor, pyetja Arbinit fantastike. Mujna mi mojtë zgjedhjet edhe një herë, mundet mu lasdru komunitetin serb, më thonë se propozojmë këtë saun, se propozojmë këtë saun, e luajnë që ja kam mësu Albin Kurti. Prandaj e ka vendosur Kosovën në një situatë cirko. Pa nevojë dhe ky është rreziku më i madh që ka bërë Albin Kurti që ka mësuar Albin Kurti për dallim të tjerë nuk i merr në qeveri. Edhe normal që ka marrë qeveri dorë, qeveri dorë nacionalist, unë jam nacionalist. Dhe kur i ka pas qeveri, tonë. O nacionalist. Qeveria e kanë votuar kryeparlamentarë, e kanë votuar presidentën e qeverinë e krejt. O nacionalist. Dëgjojmë pak... Opozita duhet me votu propozimin e listës serbe kur vinë kuvend me zhblloku me po Albin Kurti apo më ne bë qeveri. Me kalu në fazën tjetër. Pse spajtona? Në fazën tjetër. Nuk ka asnjë obligim. Partitë opozitore. Po me paragrafin 1. Po me paragrafin 12. Thot me shumicën e kuvendit. Kundër Qysh? Po çfarë do me bë me këtë republikë, do me bë ai gara, a the por e më pa e rëndësishme, tash po të kontradiktor. Por e the më pa e rëndësishme, tash po pa rëndësishme. Çe mos me votu. Kontradiktor, se unë fola për procesin. Kontradiktor. Jo, çe mos me votu. Ku ka kontradiktor? Unë thash, si pozita shumë e pa rëndësishme. Edhe tash